Nderuar Muftiu i Vlorës Armand Aslani, të dashur vëllezër, pjesëmarrës, faleminderit për këtë pjesëmarrje në këtë iftar së bashku. Muaji Ramazani është muaji i sakrificës, po njëkohësisht dhe ku ngjallen ndjenjat më të mira, më të arta të njeriut, siç janë dashuria dhe ndihma për njëri tjetrin. Vllazërimi, dashuria për njëri tjetrin janë ato ndjenja që duhet na shoqërojnë jo vetëm në muajin e Ramazanit, por gjatë gjithë vitit dhe gjatë gjithë jetës tonë. Edhe njerë ju faleminderit për pjesëmarrjen, ju qoftë agjërimi i lehtë dhe i pranueshëm ju të gjithëve që jeni pjesëmarrës këtu besimtar mysulman, gjithë besimtarëve mysulman në Shqipëri, por dhe më gjerë. Faleminderit. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala rasulina Muhammad. Falenderojmë Zotin i cili na mundsoi të agjërojmë dhe këtë ditë të sotme. Lutim Zotin që të ketë pranuar agjërimet tona, lutim Zotin të na mundsoi të japë në mira begati në këtë 10 ditë të fundit të këtij muaji. Ju falenderojmë për pjesëmarrjen, falenderojmë dhe deputetin Zoti Vullnet Sinaj, i cili mundsoi të shtrojmë këtë iftar të sotëm. Zoti ja pranoft, Zoti ja shtoft të mira dhe begatit, Zoti dhënë bereqet në punët e tij dhe në familjen e tij. Ju bëf mirë, Allahu na e pranoft. Amin.